Pas një defekti në rrjetin e furnizimit të qytetit me ujë të pishëm, banesa e Inajete Muhametit përgjatë kësaj tenteje është përmbytur sërish. 74 vjeçaria tregon se e ka raportuar defektin disa herë, por deri më tani nuk është bëri mundur riparimi i tij, duke shkaktuar më pas këtë situatë. Muhameti thosë se për shkak të çarjes së tubacionit të ujit të pishëm, uji vjen deri në banesën e saj indotur, ndaj kërkon reagim institucional në riparimin e sa më pashëm të defektit në fjalë. Për shkak të kësaj situate të krijuar, Inajete Muhameti thosë se sa herë që ka shi, banesa e saj përmbytet. 5-6 vjet që kjo rrjedh kështu si lum, prua. Kanë ardhur 10 herë për të rregulluar, asnjëherë nuk e kanë rregulluar. Edhe para 5-6 vite e bërë dhe më keq. Kjo mbush posetat pa rënë shi. Plus e deri të hyrje për garazhit, aty ka prasur prap. Kam bërë ankesën, nuk vin ta rregullojnë. Pi ujë të ndotur. Unë nuk kam takat të blej ujë të pishëm, se jam me 200.000 lekë pension, jam vetë e dytë, me ka djalë pa punë të samur. Është çfarë rrjeti ujit të pishëm apo? Po, ky është uji i pishëm. Ka 5-6 vjet vin dhe nuk e rregullojnë, e lënë në këtë gjendje. Se çfarë thon, se Nuk e di. Nuk e di. Të përmbyt shtëpinë kjo më pas? Po. Ku bie shi, posetat janë plot dhe mbyten. Tani unë mbyta nga ka pasur 500 që atje, kanë një javë që vinë dhe nuk e rregullojnë. Kalova diqëm qumshin orën 8, nuk ishte këm punëtori. Vajta në orën 10 për të parë, se unë e di që heq, ishin 30 burra dhe ninin vërdal dhe nuk punonin. Tu heqin ditën e punës. Çfarë ju thon? Këtu, nuk e di, se unë nuk do vituri pas burrave. Jo them, çfarë ju thon? Unë di që mbytem. Më zi pleqëria. Ke bërë ankesë në Bruxelles? Po, kam bërë ankesë. Dhe? Të kanë dhënë përgjigje? Ja përgjigja. Televizioni 6+1 Vlora e ka ndjekur në detaje ankesën e të moshuarës, e cila jeton e vetme në një banesë me djalin me probleme të shëndetit. Shtëpia ku jeton sot e moshuara me të birin, Tenten, ka qenë totalisht e përmbytur. 10 ore ndi shtëpiake, siç tregon edhe ajo vet, ka ndalë jashtë funksionit. Shiko ku ka vajtë kjo. Tapa, e kësaja. E uja. Hajde. Jetoj me qëtë. Shka të pora zogje. Vizet ku të doj. Shko më kërëshuj. Ja. Që i hosha dhe me fshes. Ja, ujë. Këte e falla. Shikoni, plaqa. Zhgatrojnë të gjitha, shiko. Ja. Një heqë. Ja tabullin e mesit, të zgatë të tarë më sheshi. Ja me se mbanë në juaj. Filmoj. Ja, mbanë në juaj me këto. Shkatika, me që fare bazë. Shkatruan të gjitha të ngritur. Unë një redi plus një kërkova. Shkatruan të gjitha. Ka me gjithë të gjitha, se vitemi. Kam gjë robat ka më feja, nga kari kam juaj ka të para të mobileve. Me lot në sy e moshuara, Inajete Muhameti tregon se sot banesa i ka dalë totalisht jashtë funksionit dhe është bërë e pajetueshme. Ajo thosë se mundësitë ekonomike nuk ja lejojnë që të riparojë dot dëmtimet, teksa për këtë gjë kërkon ndihmë, mbështetje nga institucionet në zgjidhjen e problemit që po i rëndon gjithmonë dhe më shumë banesën, duke e bërë këtë të fundit të pajetueshme. Jo, brenda këtij muaji e dyta herë vetëm nga ujësillsi. Pocetat janë plot në çdo kohë. Atje kanë hequr të spallati, kanë hequr pompën e fuqishme, ka vënë një pompë që nuk të rresh shumë. Nuk ka nevojë të bjerë shi, se pocetat janë plot të rrokojnë nga tubacionet e çara. Shohim ndërkohë shtëpinë është amortizuar totalisht nga lagështia apo jo, vetëm 3 ditë ujë nuk i kën tani këtu. 3 ditë ujë fshihet sa të duash, buron prap nga poshtë. Se mbrapa është plot me ujë. Skema sforc që ti pastrosh, që kujdesesh për. Po ja shikoni çfarë gjendje jam. Shiko këma ime. Të më vjen tukë se jeni fëmijët e mi. Shiko. Është ngërë legjeni. Me një pension 200.000 lekë jam vetë dytë me djalë të smur. Nuk diti ta ngrys. Unë zi jeta. E moshuara Inajete Muhameti ka edhe probleme të shëndetit fizik. Privitesh, këmba e saj e djathtë është e dëmtuar, teksa jetesën e përballon vetëm me të ardhurat që merr nga pensioni, por edhe një ndihmë financiare ekonomike tepër minimale për djalin që i vuan nga depresioni.